Dërgojnë mesazhe patriotat e mi më thojnë je bot tradhtar se ke thënë se nuk ka qenë mirë me i quj gjestit, se gjesti ka hellë ruzaren. Vazhdoj ta them, nuk ka qenë mirë me i quj gjestit. Jo. Se ka bo për ruzaren, se po ta kishte bo për ruzaren, do ta kishte bo atë ditës ju holl ruzarja. E ne nuk di unë në vend në Bibël, në testament vjetër apo në testament të ri, se kryqi ekziston si simbol në Bibël mas testamentit të ri, për shkak se Jezu Krishti u kryqëzu, edhe kryqi simbolizon vdekjen e djalit Zotit për njerëzit. Nuk di në vend që thotë që kur cënohet kryqi, nga cili do, që duhet t'ja kërcasësh me shpull. Megjithatë, për traditë, për identitet, duke qenë se ca nga ju doni me u bë ma katolik se papa, hajde për e lejmë sfidë, hajde ta pyesim një udhëheq fetar, se unë nuk jam marrë për bazë as njanit prej jush të internetit, këtë që flisni me urrëtie e me ofendime, nuk jam marrë për bazë fjalë. Pyeteni një udhëheq fetar, një peshk, pyeteni dhe thojni, a ban me i gjujt gjestit për kryqin, se ka hedh kryqin atë, një gjoni sa do ju thoje, një. E dyta, në qoftë se ju që shani ofendoni këtu, do ishit nga ata që s'jeni, që luftojnë për kryqin, që s'jeni, se ju njoh, e ne i di sakrificat që kam bë unë për dinitetin e për fen time, njoh veten time, për njoh dhe juve. Po t'ishit ju nga ata, do kishit dalë protest, po s'dolet kur, do kishit dalë protest, do thoshit, ose kërkohet falje, për hedhjen e kryqit në Prishtinë, ose ne rrim këtu në protest, dhe protestojmë deri sa të merret një mas kundrejt lojtarit banorit që e ka bën. Okej? Po t'ishit nga ata, ju, dhe po t'ishin nga ata banorët atje mrena që u ofenduan për hedhjen e ruzares, po t'ishin nga ata, do dilshin nga shtëpia e vllajt mall, sikur do dilsha une. Une do dilsha, do thosha, ose kërkoni falje, ose kërkoje falje, se faljen e pranon në Zoti, jo robi.